Nënshkruhet kontrata për ndërtimin e tregut të ri të qytetit. Në mbështetje të rregullave dhe kushteve të përcaktuara në dokumentin e aplikacionit për shprehje të interesit të datës 24 shtator të vitit 2010 dhe me qëllim të zbatimit të vendimit të Kuvendit Komunal të datës 22 tetor për dhënien në ndërtim dhe menaxhim privat të tregut të gjelbërt për tregtimin e pemëve dhe perimeve e mallrave tjera, Komuna e Vushtrës dhe zyrtarisht ka lidhur kontratë me ndërmarrjen tregtare private Riki nga Vushtria është nënshkruar në ambientet e komunës nga kryetari i komunës Bajram Mulaku dhe Sami Ferizi, nga ndërmarrja private në fjalë. Objekti i kësaj kontrate që sot nënshkruan është dhënia e lejes nga ana e komunës për hapjen dhe menaxhimin e tregut privat për tregtimin e pemëve dhe perimeve e mallrave tjera në lokacion në pronësi të Sami Ferizit në sipërfaqe prej afër 1 hektari, ka thënë Mulaku. Sipas kësaj kontrate, në afate prej 90 ditë ndërmarrja tregtare private Riki obligohet të ndërtoj tregun sipas projektit ideor të ofruar në mënyrë që tregu aktual të lirohet më pas nga tregtarët, pasi në këtë hapësirë pritet të realizohet projekti i investimit kapital nga Komisioni Evropian. Ndërtimi i objektit të ri të komunës, investim që kalon shifrën e 1 milion eurove. Çmimet për ofrim në tregun e ri të harmonizuara me çmimet ekzistuese në tregun publik. Kontrata sipas palëve nënshkruese të saj lidhet me afatin kohor prej 5 vitesh, duke lënë mundësitë e vazhdimit edhe për 5 vite tjera, ndërsa çmimet për shfrytëzimin e hapësirave në treg, operatori ekonomik menaxhues duhet harmonizuar me çmimet ekzistuese në tregun publik të operuar nga Kuvendi Komunal. Kohë më parë, komuna ka ndarë mjete për asfaltimin e rrugës Hamit Hyseni, rrugë kjo që çon në këtë lokacion në mënyrë që për tregun e gjelbërt dhe tregtarët të kenë kushte sa më mirë për afarizëm. Kryetari i komunës, bashkë me operatorin ekonomik të cilin e përfaqëson Sami Ferizi, u kanë bërë thirrje të gjithë tregtarëve vushtrias që veprojnë në tregun të qytetit të fillojnë me lidhjen e marrëveshjes së shfrytëzimit të hapësirave për tregun e ri, pasi tregu aktual gjithsesi do të dislokohet. Projekti i operatorit është ndërtimi i një kompleksi tejet modern të tregut me hapësira komode dhe kushte tjera maksimale të ofrimit, ndërsa komuna do të kujdeset për kushtet tjera, ka thënë kryetari Mulaku.